Kandidati socialist Damian Gjiknuri, shoqëruar nga ish deputetja Pranvera Resulaj, ka zhvilluar pasditën e së hënës takime banor të rajonit 4. Duke i falenderuar për pjesëmarrjen në këtë takim, Gjiknuri pohoi se rikthehet me kënaqësi për të kandiduar në Vlorë. Ai theksoi se në Vlorë ka ndodhur shumë ndryshime, por transformimi i Vlorës nuk ka përfunduar. Kjo lagje rajonit 4 është realitet i prekshëm që vëmendja për këto lagje nuk ka munguar, por duhet jetë edhe më e shtuar. Sipas Gjiknurit, kandidimi i tij dhe mbështetja për Partinë Socialiste do të jetë një zë dhe më i fortë për interesat e komunitetit për të çuar punët përpara. Gjiknuri kërkoi mbështetjen masive të qytetarëve të Vlorës në çdo lagje. Ai theksoi se në rajonin 4 Partia Socialiste ka konkretizuar shumë punë, si legalizimi i shumë objekteve, ndërsa janë adresuar shumë nevoja të komunitetit, por procesi nuk ka përfunduar. Gjiknuri deklaroi se vite me radhë këto lagje të rajonit 4 vuanin mungesën e energjisë elektrike, problematik që u zgjidh si rezultati i reformës energjetike, por dhe fal angazhimit të tij në interes të banorëve. Gjiknuri theksoi se në Vlorë nuk ka zgjedhje tjetër përveç Partisë Socialiste. Ku kam më mirë se të vinë nëpër lagjet që vërtet kërkojnë syrin dhe vëmendjen. Vim me kënaqësi të kandidoj prapë këtu, tashmë kam vendosur të kandidoj në Vlorë dhe të mos shkule më në kuptimin për aq kohë sa do të mbuhen qytetarët me votë gjithmonë, të qëndroj këtu, të marr mbështetjen e qytetarëve dhe të kërkoj votën për Partinë Socialiste edhe për kandidaturën time si deputet si Damian Gjiknur. Bashkë kemi bërë shumë gjëra. Në Vlorë ka ndodhur shumë ndryshime, por transformimi i Vlorës nuk ka mbaruar. Dhe praktikisht këto lagje janë shembull i gjallë që vëmendja për këto lagje duhet të jetë më e shtuar. Pikërisht kandidimi im dhe mbështetja për Partinë Socialiste do të jetë një zë edhe më i fortë për interesat tuaja, për komunitetin tuaj, për të çuar punët përpara. Unë do të marr votën masive të qytetarëve të Vlorës në çdo lagje të qytetit Vlorës. Nëse unë do të marr mbështetjen e shumicës së qytetarëve edhe në këtë zonë, do dua t'ju përfaqësoj dhe t'ju mbroj interesat tuaja të komunitetit tuaj, interesat e qytetarëve që jetojnë këtu, gjithmonë për të mirën e kërkesave që ka ky komunitet. Kemi bërë shumë gjëra këtu më përpara, kemi legalizuar shumë objekte, kemi adresuar shumë nevojat komunitetit, por procesi nuk ka përfunduar. Unë personalisht kam bërë shumë për Vlorën, këto zona vuanin për energji shumë vite më parë. Dhe kjo erdhi si rezultat i reformës energjetike, por dhe punës time personale dhe interesit tim për qytetarët e Vlorës. Një gjë do ta keni nga unë. Atë gjë që e kam në dorë, do ta bëj. Të lëvizësh disa gjëra të rëndësishme, duhet të hapësh dyert të mëdha. Unë mendoj që jam një i tillë. E kam treguar ndër vite, edhe me betejat e mia. Dhe unë do të vazhdoj ta bëj këtë betejë. E kërkoj vot personal jo thjesht për emrin tim si Damian, por për partinë time, por dhe unë të marr forcën që ma jepni ju, të më jepni atë kreditin politik që unë të kem mundësi t'ia u kthej mbrapsht. Në Vlorë nuk ka zgjedhje tjetër përveç PS-s. Dhe mes PS-s kush e ndjen veten? Kë ka politikanë më të aftë? Kë ka njeriu që vërtet mund të hapi dyer në interes atyre, jepjeni atij votën. Unë mendoj që jam një nga ata për të qenë edhe përfaqësuesi juaj. Ish deputetja Pranvera Resulaj, duke falenderuar banorët e rajonit 4 për mbështetjen dhe besimin e treguar ndaj Partisë Socialiste dhe Edi Ramës, pohoi se është shumë e rëndësishme për të kuptuar nga të gjithë se Partia Socialiste është vetëm një forcë politike që po na çon drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Resulaj u shpreh se kandidati Gjiknuri si njeri i fjalës dhe i besës që të gjitha problemet e zonës si di dhe po i prek çdo ditë, do t'i adresojë për zgjidhje, siç në fakt Damiani bën për herë, u shpreh Resulaj. Jeni mbledhur, që na bashkojeni gjithmonë, që na besoni gjithmonë dhe që i besoni mbi të gjitha Partia Socialiste dhe Edi Ramës. Është shumë e rëndësishme për gjithë ne për ta kuptuar që kjo është rruga e vetme për të arritur atë që është anëtarësimi në Bashkimin Evropian. Do dua që t'i kërkoj në emrin tuaj, kandidatit por shokut ton Damianit mbi të gjitha, sepse është një njeri i fjalës dhe i besës, që të gjitha problemet që i di ai, por që po i prek dhe po i shikon çdo ditë tani, t'i çoj atje ku marrin zgjidhje. I urojmë suksese Partisë Socialiste, fitoren e Edi Ramën edhe fitore kandidatit ton Damian Gjiknuri. Takimi me përfaqësues të banorëve të rajonit 4 ishte takimi radhës që kandidati socialist Damian Gjiknuri po zhvillon në Vlorë në kuadër të turit të tij elektoral.